Zoti Bardhi, protestuesit për të lënë bulevardin dhe për të zhvendosur në një tjetër destinacion që siç tha kolegu Andon Kello duhet jetë kuvendi, siç e kanë pohuar vetë zyrtarët e Partisë Demokratike, do të ketë një përqendrim të protestuesve përpara kuvendit të Shqipërisë. Shohim pra që kemi një zhvendosje të turmës, është qetësuar situata përpara kryeministrisë në këtë momente. Do lidhemi pas pak me gazetarin Andon Kello, i cili ndodhet te kuvendi, siç e paralajmëroi edhe më parë, pra do të ketë një përqendrim të tyre përpara kuvendit, por ne do ta shohim live këtu dhe me komentin e kolegut Kello. Atëherë, Andon, përshëndetje. Andon, përshëndetje. Situata përpara kuvendit më duket ende e qetë, megjithse ne sapo pam live në bulevard Gazmend Bardhin, i cili duket se po drejtonte protestuesit pikërisht drejt teje. Po, është e vërtet, plani është që deputetët të drejtojnë protestën para parlamentit, ndërsa nga informacionet më të fundit, Sali Berisha me sa duket i ka dhënë fund protestës dhe ka shkuar në selinë e Partisë Demokratike në zyrën e tij dhe tashmë aksionin opozitar, pra vijimin e protestës, do e mbaj Flamur Noka, sekretari i përgjithshëm, me deputet të tjerë të Partisë Demokratike. Megjithatë, këtu masat janë marrë, kemi një shtim të prezencës së policisë para parlamentit, por nuk shohim ende protestuesit. Pra janë me vonesë, ka vetëm disa protestues, të cilët mund t'i quajmë si zyrtar të dorës së dytë të Partisë Demokratike, aktualisht kryetar Degish më saktë, por nuk kemi ende deputetët dhe protestuesit. Pra, sa duket ka patur një ndalesë sërish te bulevardi. Duhet pak kohë sa të vinë nga bulevardi, sepse në fakt ne i pam protestuesit live në këtë momente që ishin duke u zhvendosur nga kryeministria, megjithatë duhen pak minuta sa të mbrin aty ku ti je. Këto pra janë pamjet live nga kuvendi. Janë bërë shumë minuta në fakt dhe nuk po vinë protestuesit. Nuk e kemi ende të qartë për shkak se disa deputet kanë përcjell Sali Berishën në selinë e Partisë Demokratike dhe më pas janë po organizojnë protestuesit sërish për t'i sjellë këtu para parlamentit. Por e shohim edhe nga masat, ka një plan dhe ka një njoftim edhe nga ana e policisë se do të vijoj protesta këtu para parlamentit, sigurisht me më pak numra dhe protestues se sa